Magnezi ju shpëton jetën. Ja si dhe ku duhet ta merrni për të parandaluar 10 sëmundje. Rëndësia e magnezit në ushqimin e përditshëm gjithmonë e më shumë po zë një vend të rëndësishëm. Magnezi është ndër 7 mikroelementët thelbësor të rëndësishëm për funksionet normale të organizmit. Mirëpo, ulëntimet tregojnë që më shumë se 50% e popullatës ka në mungesë të këtij minerali dhe ka në të nevojshme marrjen e tij në mënyrë të përditshme. Simptomat e para të mungesës së magnezit në organizëm janë shqetësimet, sindroma e këmbëve jo të qeta, gjithashtu shfaqja e ngërçeve, pagjundësia, probleme me gjumin, gjithashtu dhe lodhja e tepërt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për këto shkaqe, suplementet ndonjëherë mund të jenë të dobishme, por nëse zgjidhni të merrni suplemente, bëheni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti. Bashkë me kalciumin dhe vitaminën D, magnezi është i rëndësishëm për ndërtimin e indeve kockore, në metabolizëm, në prodhimin e energjisë dhe sintezën e proteinave dhe thartirave yndyrore. Magnezi, duke u marrë në normat e duhura, mund të ndihmojë organizmin tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Magnezi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët kanë dhimbje koke. Magnezi kontribon në zvogëlimin e ndjeshmërisë ndaj stresit të përditshëm që zvogëlon shpejtësinë e dhimbjeve. Për këto persona me migren, u nevojitet personave që të marrin edhe ngarkesa të shtuara të magnezit në dietën e tyre. Kjo do të jetë një zgjidhje produktive në gjendjen e tyre dhe gjithashtu do të mbajë larg komplikacionet. Nëse përjetoni ngërçet e erëpashershme, magnezi duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Për shkak të humbjes së mineraleve, shumica e njerëzve vuajnë nga ngërçet e muskujve të ekstremiteteve të poshtme. Andaj, edhe zbutja e ngërçeve rekomandon marrjen e shtuar të magnezit, i cili gjithashtu zbut dëshirën për ata që kanë të bëjnë me këmbët e irrituara ose uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Nëse shpeshherë jeni nervoz më shumë se sa duhet, atëherë magnezi mund t'ju vinë në ndihmë në situatën tuaj. Në dozat prej 200 deri në 400 mikrogram në ditë, magnezi pengon ngërçet e muskujve dhe ofron ndjenjësi qetësie më të lehta. Shpesh merret për shkak të veprimeve më të mira të sistemit nervor, duke ulur nervozizmin e tepërt dhe duke siguruar trupit tuaj një ndjesi më të mirë relaksimi. Magnezi është një mineral i domosdoshëm për shëndetin. Ai është thelbësor për shumë funksione të organizmit. Magnezi shërben për përmirësimin e funksioneve të trurit, shëndetin e kockave, zemrës dhe aktivitetin e muskujve. Ai gjendet më shumë te avokado, arrorët, barishtet dhe produktet e bulmetit. Marrja e suplementeve të magnezit është e rëndësishme për sistemin nervor, gjumin, rregullimin e niveleve të sheqerit, gjithashtu edhe konstipacioneve. Sipas ekspertëve, të vegjëlit deri në 6 muaj ka nevojë për 30 mg magnez në ditë. Nga 1 deri në 3 vjeç ka nevojë për 80 mg magnez në ditë, ndërsa ata nga 3 deri në 8 vjeç ka nevojë për 130 mg magnez në ditë. Nga 9 deri në 13 vjeç ka nevojë për 240 mg magnez në ditë. Meshkujt nga 14 deri në 18 vjeç ka nevojë për 410 mg magnez, ndërsa femrat e kësaj grupmoshe ka nevojë për 360 mg në ditë. Femrat nga 19 deri në 30 vjeç ka nevojë për 310 mg magnez në ditë, ndërsa meshkujt 400 mg. Meshkujt nga 30 deri në 50 vjeç ka nevojë për 400 deri në 420 mg magnez në ditë, ndërsa femrat nga 310 deri në 320 mg në ditë. Mungesa e magnezit rrit tensionin e gjakut dhe diabetin e tipi 2. Suplementet e magnezit gjenden në forma të ndryshme në varësi të përthithjes nga organizmi. Kundër konstipacionit, ekspertët rekomandojnë magnez citrat dhe magnez hidroksid që përmirëson lëvizjen e zorëve. Konsumoni më mirë ushqime të cilat e përmbajnë këtë mineral, por nëse doni ta merrni atë në formën e suplementeve, gjithmonë bëheni në kujdesin e duhur mjekësor dhe konsultat e duhura me mjekun tuaj. Magnezi është një mineral thelbësor për funksionet e trupit tonë dhe është i nevojshëm për më shumë se 300 reaksione biokimike të trupit. Ai ndihmon në funksione normale të muskujve, nervave dhe në rregullimin e temperaturës së trupit. Rregullon gjithashtu tensionin e gjakut dhe është shumë i domosdoshëm për shëndetin e kockave dhe të thonjve.
Specialistët e shëndetit kanë theksuar gjithmonë rëndësinë e përfshirjes së saj në sasi të mjaftueshme dhe mineraleve në dietën tuaj të përditshme. Minerale të tilla si zinku, kalciumi dhe magnezi. Të treja këto minerale janë më të rëndësishmet për ruajtjen e shëndetit të mirë të organizmit. Magnezi kontribuon gjithashtu edhe në absorbimin e kalciumit nga trupi, ndërsa zinku në mënyrë aktive mbështet imunitetin në trupin tuaj, duke sjellë rezultate fantastike për shëndetin dhe organizmin tuaj në tërësi. Magnezi është i rëndësishëm për sintezën e proteinës, në përmirësimin e funksioneve tuaja, gjithashtu bashkë me vitaminën B6 mbështet punën e sistemit kardiovaskular, të kockave, gjithashtu edhe kujtesën. Magnezi gjithmonë mund të parandalojë edhe krijimin e komplikacioneve siç është osteoporoza, pagjumësia, hipertensioni, lehtëson migrenën, gurët në veshka e të tjera. Magnezi gjendet te arrat, bajamet, drithrat, peshku dhe perimet me gjithë jeshile. Në fakt, nevoja ditore për magnez nuk mund të plotësohen vetëm nga marrja e ushqimeve. Prandaj, edhe dietologët rekomandojnë në këto raste që të merrni produktet e duhura ushqyese për të mbajtur nën kontroll komplikacionet tuaja. Magnezi është i nevojshëm për përdorime të ndryshme siç përdoret për kockat, shëndetin e muskujve, përfshirë dhe ato të zemrës, por cilat janë përfitimet e këtij minerali mjaft të veçantë. Magnezi ndihmon në parandalimin e osteoporozës. Studime të shumta kanë dëshmuar se kalciumi me magnez forcon kockat. Magnezi parandalon sëmundjet kardiovaskulare. Një nga përfitimet më të rëndësishme të magnezit është kontributi që jep në uljen e rrezikut të sëmundjeve koronare të zemrës. Studimet kanë treguar se sasia e duhur e magnezit mund të reduktojë shanset e ndodhjes së ndonjë sulmi në trup. Mungesa e magnezit rrit rrezikun e çrregullimit të rrahjeve në zemër që shkakton rrezikun e komplikacioneve të një ataku kardiak. Magnezi rregullon problemet me hipertensionin. Magnezi luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e tensionit të gjakut. Frutat dhe perimet, të cilat konsiderohen si burimet më të mira të magnezit, lidhen vazhdimisht me uljen e tensionit të gjakut. Magnezi është i mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se personat me mungesë magnezi rrezikohen të preken nga diabeti tipi 2. Ky mineral ndihmon metabolizimin e karbohidrateve dhe ndikon në aktivitetin e insulinës, duke kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Është provuar se për çdo 100 mg të shtuar të sasive ditore të magnezit, risku për të prekur nga diabeti tipi 2 ulet më të paktën 15%. Magnezi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga depresioni dhe pagjumësia. Përfitimet e mëdha të magnezit që sjell në organizëm përfshin gjithashtu edhe rastin e trajtimit të migrenës, pagjumësisë dhe simptomave të ndryshme të depresionit. Magnezi është i njohur gjithashtu si një lehtësues i mirë i çështjeve tuaja emocionale si stresi, ankthi dhe zemra, dhe do t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Magnezi do të ofrojë një gjumë më cilësor. Hormoni që ndihmon në rregullimin e gjumit, melatonina, funksionon më mirë kur trupi nuk ka mungesë të magnezit. Për më tepër, ai është ekuilibrues shumë i mirë në kontrollin e hormoneve të stresit. Stresi dhe tensioni janë zakonisht arsyet kryesore pse njerëzit vuajnë vazhdimisht edhe nga shkaqet e pagjumësisë. Magnezi është një produkt shumë i mirë ushqyes, gjithashtu edhe për ata persona të cilët kanë një sistem nervor më të prekshëm. Serotonina, që përgjigjet edhe për sistemin nervor dhe përmirësimin e humorit ton, varet kryesisht nga përfshirja e magnezit në dietën tuaj. Prandaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për çdo rast. Magnezi është i mirë për shëndetin tuaj të muskujve. Magnezi është i mirë edhe për fleksibilitetin tuaj. Ndaj përdorimit të tij në mënyrë të rregullt do të jetë një mundësi e shkëlqyer. Pa magnez, muskujt tanë nuk qetësohen plotësisht. Ky mineral është i rëndësishëm për fleksibilitetin dhe mungesa e tij mund të shkaktojë dhimbje muskulare. Magnezi është i domosdoshëm për shëndetin e nyjeve. Magnezi është i mirë kundër çrregullimeve të balancës së fosforit dhe kalciumit dhe gjithashtu është i mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.